Vëllezër dhe motra, tregimi i sotëm nxjerr në pa qëndrueshmërinë e një dietari, karakteristikën e diturisë, që është maturia, mençuria, por në të njëjtën kohë dhe guximi. Ishte viti 1831, kur Damasku dhe pjesa më e madhe e Sirisë merret në drejtimin dhe administrimin e Ibrahim Pashës, djalit të Muhammed Ali Pashës, pra shqiptarit të njohur, themeluesit të Egjiptit, themeluesit të Sudanit, një komandant i legjendar për hir të vërtetës historike. Mirëpo i biri i tij Ibrahim Pasha, krahas virtyteve të mira drejtuese dhe komanduese, kishte dhe një arrogancë në vetvete. Pra e përkthyer kjo me një gjuhë të thjesht popullore, me padrejtësinë e shpejtuar. Ditën kur Ibrahim Pasha do të vinte pikërisht në Damask, ishte më së normale që do të vizitohenin vendet më kryesore, dhe vendi më kryesor në Damask me padyshim që është Xhamia Umawi, xhamia më e madhe e Damaskut, një ndër xhamit më të vjetra të botës islame. Në ditë qelloi që në xhami kishte mësim një prej dietarëve të Shamit, ai që e njihnin ndryshe me emrin Said el-Halabi. Said el-Halabi banonte në një lagje autoktone të Damaskut, ajo që njihet ndryshe si lagja Meidan, dhe në ditë nuk pranoi të anullonte mësimin e tij në xhaminë e madhe të Damaskut, por drejtohet bashkë me admiruesit e tij për në xhaminë e Damaskut. Rastisi që në portën e xhamisë pra shikon që ishte zbukuruar porta e xhamisë, një ndër 3 portat e xhamisë Umawi, për pritjen e Ibrahim Pashait, thotë dhe në çast rastisi që do të hynte në portën e xhamisë ai dhe Ibrahim Pasha në të njëjtën kohë, dhe i thotë ndoshta edhe duke mos e njohur, por ndoshta edhe për t'i dhënë mësim të gjithë të pranishmëve të cilët i madhuronin krijesat më shumë se që meritonin. Thot në xhami hiqen këpucët kur futesh. Xhamia Umawi ka një obor të brendshëm prej mermeri, që për respekt të saj edhe në ditët e sotme pra nuk lejohet që të ecësh aty me këpucë, por do të ecësh këmbë zbathur. Thot i tha këto 2 fjalë dhe u fut në xhami dhe u ul tek vendi ku ai jepte mësim me një goxha turm njerëzish. Ibrahim Pashaj pa rreth këshilltarëve të tij se kush është ky, por ngritën supët, pra nuk e njohim se cili është ky person. Tha pasi u fut në xhami, ajo çfarë befasoi akoma dhe më shumë është se në vendin ku ndodhej pikërisht dietari Said el-Halabi, askush nuk lëvizi për t'i uruar mirëseardhjen e Ibrahim Pashait, por të gjithë ishin të fokusuar duke parë drejt hoxhës se çfarë ai thonte. Thotë dhe afrohet aty pranë për të parë se çfarë ai thot duke qëndruar në këmbë. Mirë po, hoxha i cili ishte i gjithë pushtetshëm në mësimin e tij, pra në aspektin e asaj që aty ku ulet dituria, të gjithë duhet të qëndrojnë ulur, pra nën diturinë për të mësuar, i drejtohet dhe i thotë këto që janë këtu kanë ardhur për të mësuar. Ndaj qëndrojnë të gjithë ulur, dëgjojnë. Ndërsa ti për çfarë ka ardhur? Nëse ka ardhur për të mësuar, ulu si gjithë të tjerët, në të kundërt largohu, pra mos qëndron në këmbë, thotë se ka kush na shërben. Pra i drejtohet me një term të tillë. Ibrahim Pashaj duke parë rreth e qark tek mbështetësit e tij, si për t'i thonë që a nuk po e merr kush zvarr këtë person, në çast i dorëzuar ulet si për të dëgjuar këshillat dhe mësimin e hoxhës. Një çast drejtohet duke dhënë këshillat e tij kundër të tjera tha: një fukaraj, 2 fukarejve i mjafton një qilim për ta ndarë me njëri tjetrin, pra për ta përjetuar këtë begati të madhe të Zot, që për mos të fjetur në tokë, ndërsa një mbreti, një sunduesi nuk i mjafton një mbretëri e tëra, por kërkon të pushtoj dhe mbretërinë e dikujt tjetër apo të zgjeroj kufijtë e tij
për të marrë prej begative të atij vendi. Këto fjalë e tronditën Ibrahim Pashajin, pra ndikuan fort në zemrën e tij, që ka bëri që të shndrohej një urrëtie e fillimit në një dashamirësi më pas. Ndaj pasi e dëgjon gjithë ligjëratën dhe mësimin e tij, largohet në përshtypjet më të mira. Mirë, po ajo çfarë i bëri përshtypje ishte se gjatë ligjëratës Hoxha i shtrinte këmbët, ndoshta kishte një dhimbje në gjujtë e tij apo diçka tjetër, dhe ajo shputa e këmbës së Hoxhës pra vinte drejt pamjes së Ibrahim Pashajit, që në ato treva është një turp i vërtet, pra në një farë forme kur bëhet e qëllimshme konsiderohet dhe një injorim. Kështu që pasi u largua prej aty, dërgoi një këshilltarin e tij me një qesk përplot me monedha floriri, për t'ja dhuruar Hoxhës. Hoxha me mirësjellje i drejtohet dhe i thotë të këshillat nuk i shes. E falenderoj për mirënjohjen që i ka treguar, pra ajo çfarë unë përfaqësoj është dituria, drejtësia, pra nuk kam diçka personale me të, nuk kam diçka private me të, por dëshiroj t'i them që aty kur shtri këmbët, nuk shtri dorën për të kërkuar, e lusim Zotin na bëj prej atyre që janë nevojtar vetëm Allahut, nuk i servilosen krijesave, nuk bëhen prej arrogantëve, janë prej të thjeshtëve, duke e mbyllur jetën me krenari, duke e mbyllur jetën e kësaj bote me nder, me fe e me besim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.